ka mundësi që dikush për shembull i kanë bërë zullum. Dikush ta ka bënë të keqën. Tash ky flet për ta. Ja kthan. Ka fol, e ka bërë, s'u je marr, unë tash kur je do më ja kthy më shfry, një 5 fish bën më keq se zullumi i tij, thon. E çka ndodh nga viktima shndrohet në zullumçar, thon. Mos kujdes, nuk të jap të drejtën asnjëherë padrejësia e kërkujt që ti mi kalu kufit. S'ta jap këtë drejt. Pa i ma ka bo. Ani, a i të ka bo keq. Sa është e keq ati, për shambull, pa që i kaq. E keq e sa u bo 2 fish me madhë se tina. Dhe nuk bën njeri që në emër të, për shambull një padrejësie, në emër të një shkelje që dikush e ka bo në raport me të, tash ai mos me pas asë një kufi, asë një dëmëthon penges që me paragjiku terin maksimum. Pa asë një drejt. E kjo fatkeqësisht që është e Ibn Mesudi dhe kjo është shumë e rrezikshme. Do të thotë kalon në gjuna pastaj. Gjunajt me paragjiku tu fut njerëz në listë të mundshme të hajnis, do bën më gjunaqar se vetë hani që ti ka vjedhur për shembull, kpuzata, telefona, ato që ka vjedhur. A njëri pas kujdes, shikoj diku mund me çu njerin paragjykimi i madh.